Përshëndetje dashur ndjekës të dokumentarit Wildlife me Arjan Mavricin që transmitohet çdo të premte nga ora 18:20. Ku tjetër përveç në televizionin numër 1 në vend në Kohavizion. Nëntori i mirë, jo shumë i ftohtë, për dallim prej fillimit të torit, që ishte me befasi me borë, ky nëntor duket se ka filluar mirë e mbarë. E ne jemi në terren e gjithandej për kërkimin e zogjve shtektar që mund t'jenë dhe kalimtar, që i shohim kryesisht gjatë muajit nëntor, të cilët disa prej tyre besa nuk janë shtektar, pra janë vetëm se kalimtar. Disa prej tyre janë shtektar dimrues tek ne, pra vetëm se dimrojnë tek ne. E shumë të tjerë, siç e dini, pra nuk janë as shtektar, as dimrues, po janë pra gjithmonë mund t'i shohim brenda këtyre habitateve tona, në verë, në dimën, në vjesht, besa dhe në pranverë. Kem pasur shumë ekskluzivitete, kem pasur shumë risi. Kam qenë në Shqipëri, isha edhe gjithandej në Kosovë, por rend me rend po filloj që juve t'u i boj me dije se çfarë kemi gjetur gjatë këtij nëntori, apo cilat janë xhirimet më ekskluzive që do t'i sjellë deri tek ju. Gjatë vizitës në Shqipëri, që nuk është vizitë thuajse e rrallë, pra neve na ndodhet të shkojmë shumë shpesh, kam pasur fatin të xhiroj një nga zogjt më të bukur, më të preferuar në të gjithë globin thuajse. Bëhet fjalë për flamingot. Flamingot roz, pra, nga mbretëria e lelekëve. Ata ishin shumë në numër, koloni, 2 koloni, të cilët frekuentonin dhe fluturonin mbi lagunën e Karavastas, Divjak, apo ndryshe të themi në atë qark ku të lushnjës, në qarkun e lushnjës ku edhe ndodhet Amazona shqiptare, laguna Karavastas. Për mos me zgjat më shumë, ju ftoj që të shihni pamjet e xhiruara për herë të parë me një dron unik Mavic 4 Pro, që e kam siguruar, apo thënë më shkurt dhe drejt, e kam bler ekskluzivisht që ju t'ju sjell pamje mahnitse të zogjve në fluturim, por në këtë rast le ta fillojmë videon me pamjet e flamingove në lagunën e Karavastas.
Por aty nuk ishin vetëm se flamingot, ishin edhe pelikanët kachurel. Ndryshe pelikani njihet si zogu më ikonik në lagunën e Karavastas për shkak të fluturimit të veçantë, për shkak të trupit më të madh që ka, edhe për shkak të asaj që njihet tashmë si pelikani Gjoni që e kemi gjithandej në lagunë, e veçanërisht tek parku nacional i lagunës. Pra pelikanët janë prej atyre shpendë të cilët janë më të mëdhenj një trup dhe fluturimin e kanë shumë të vështirë, por që i gjejmë në lagunë dhe janë polinizues besa në lagunën e Karavastas. Prandaj ju ftoj ta ndiqni videon që ta kuptoni eksaktësisht se për çfarë kam fjalën. Por që të mos mbetemi vetëm se me pamje të shpendve, a më lejoni që të sjell pak pamje nga bukurit e zonës Librazhdit, qarku të Elbasanit. Shikoni pak këto bukuri, këto mrekulli, këto pejsazhe që nuk i shihni gjithandej. Kënaquni me këto pamje fillimisht, sepse nganjëherë duhet dalim edhe nga rutina e jetës e egër, pra të shihni vetëm se bukuritë e pejsazheve, pra shihni këto pejsazhe të zonës së Librazhdit, qarku i Elbasanit, kënaquni e pastaj pasi të shikoni kemi ekskluzivitete tjera të reja për nëntorin ton të dashur që gjithmonë ka çka për të na sjellur për jetën e egër, për faunën ton gjithandej. Ky pejsazh i bukur mbrapa, tashmë siç po e shihni gjithçka ka marrë ngjyrën e duhur të vjeshtës pra. Nëntori zjarrt, po e quaj ashtu për shkak të risive, ekskluziviteteve. Na ka pruar një informacion që realisht nuk e kisha pritur. Ka qenë diçka e pazakont për mu, për ju edhe për të gjithë ata që kuptojnë mbi kohën e shtektimit. Mora një telefonat nga një zonjush bashkë me babain e saj se në fshatin Karaqev, komuna Kamenicës, ndodhen dy lelek të bardhë, cikonja. Dhe realisht ajo çfarë më erdhi fillimisht në mendje ishte se nuk ka mundësi për shkak se ata kanë shtektuar më shumë se 2 muaj tashmë. Por që më duhet shkoja atje për ta vërtetuar se nëse është e vërtet. Por nuk isha nevojë pse të shkoja, sepse unë mora veç se fotografitë e para nga
zotrind. Edhe shkova direkt në vend të ngjarjes pa humbur as një sekond kohë. Dhe çfarë të shoh, 2 lejlek apo një çift i lejleku të bardh, cikonja, ndodheshin aty. A janë vonuar për shtektim, apo mungesa e përvojës në fluturime, apo ndonjëri prej tyre mos është i lënduar? Çfarë mund të mos sillej në mendjen time? Më duhet shkoja eksaktësisht në vendin e ngjarjes për ta pa se çfarë në realitet po ndodh atje. Fol Zotit, ata ishin shumë mirë, me shëndet, por si duket, krejt që ka ndodhur është vonesa në fluturim, edhe aty janë dalur për të pushuar për pak kohë për të vazhduar tutje diku në kontinentin afrikan. Apo në ekstremin më të rënd të mundshëm, ndoshta do të rrinë dhe mos të shtektojnë fare, sepse ka rastet e tilla. Hajde bashkë t'i shohim pamjet se sa bukur dukeshin lejlekët e bardh në nëntorin ton të vitit 2025. Kjo që po zgjeroj atje është rosa kryekuqja njeme moshkulli. Është veç një individ që është shumë i bukur. Këtu në liçenin Rubovcit, po realisht po më shqetëson fakti që pse veç një individ. Këta normal shkojnë bashk, edhe kjo po duket mirë, nuk po duket që ka ndonjë lëndim, megjithatë kur nuk i dihet, por po dua me sjell deri te kjo që ta shihni se sa i bukur është kjo lloj rose, por që le të shpresojmë që do të gjejë partnerin e vet që të ketë zogj në pranverën që vjen, sepse tashmë jemi në nëntor dhe thuj se s'ka shans me ndodh diçka e tillë, por që na duhen informacione sa më shumë për këtë lloj rose, edhe sa më shumë të ketë numër të saj për shkak të rëndësisë së madhe që ka kjo lloj rose në habitatet tona gjithandej Kosovës. Shikoni se çfarë pamje apo çfarë, se sa e bukur duket kjo lloj rose, kryekuqja njeme moshkulli. Aja që ka po më intereson me ndo me juve është se nuk qenë ka vetëm se kryekuqja njeme, por edhe rosa kërrej. Një rosë që torë në zemër tek një shtektare, edhe mund shihet kryesisht me një aktivitet më të madh gjatë dimnit. Përgjithësi, rosat shihen më së shumti në dimër tek një. Një numër shumë i vogël i tyre shihet prezent gjatë gjithë kohës, por që këto dyja janë shumë të bukura edhe me i pa, por që zbukurojnë, le të themi, jetën e egër, le të themi, zbukurojnë habitatet tona në liçen, ligatina, lumenje, kështu me radhë, por që pa humbë kohë, shikoni edhe vetë për çfarë kam fjalën se sa e bukur është përveç rosës kryekuqja njëm, ashtu
e bukur është edhe rosa kre, e cila shihet atje në çosh, në për atë shavarin apo si themi ne barin që me disa individ të tjerë fshihen bashk apo më thënë më shkurt janë në kërkim të ushqimit. Edhe kjo qafk e madhe e bardh, Ardhja alba, është shumë e zakonshme gjatë dimnit apo gjatë vjeshtës që tek ne kryesisht e shohim afërsisht nga mesi muajit tetor deri në fundin e muajit shkurt. Ardhja alba është gjithmonë në kërkim të peshkut, sepse bretkocë tash nuk mund të gjenë në këtë ftoftë. Ushqiet me pesh nëpër liçene, lumenj, beslla në ligatina. Po në disa raste ekstreme, ky lloj zogu ushqiet edhe me minj, po nuk është specialist as sa është ardhja cinerera apo qafka e hirt. Është më i madh se në fizikun e saj është më i madh se qafka e vogël e bardh, por dhe që dallon natyrisht edhe nga sqepi më i gjatë dhe më ngjyros, ta them ashtu, por po ashtu dhe këmbët i ka në ngjyrë të verdhë dhe jo që i ka në ngjyrë të zezë siç i ka qafka e vogël e bardhë. Pra, kjo është një pra atyre zogjve të cilët mund ta shohim tash gjithandej, por për që ta sqaroj një herë për gjithmonë, zakonisht këtë lloj zogu e ngatrojnë me lejlekun, pra nuk bën pjesë në mbretërinë e lejlekëve dhe nuk është familje lejlekëve, pra është familje heronëve. Për generalisht nuk kemi ndonjë emërtim eksakt në gjuhën shqipe se si mund t'i quajmë këta heron. Ne në fjalort që janë përkthyer kryesisht në Shqipëri i gjejmë si qafka, por që nuk duhet të ketë absolutisht asgjë të përbashkët me këtë terminologji, sepse është terminologji krejt slave dhe ne në të ardhmen duhet të gjejmë terminologji tona krejt shqipe që duhet t'i emërtojmë pra këta lloj shpend dhe kafshët në përgjithësi. Ka ditë apo ndoshta muaj që jam në kërkim të ekskluziviteteve për këtë vit, edhe ja që sot ndodhi. Dikun afërsisht ndoshta 10 mbi 10 pulbardha fluturonin mbi qiellin e Kosovës. Edhe pse dorën zemër nuk ka shumë habitat apo jo që ka kushte të favorshme shumë për pulbardhat këtu. Megjithatë, ato po shihen. Ditë më parë kisha pa pulbardhat e mesdheut. Ndoshta po i dëgjoni rreshtet e shiut prapa, që realisht janë të mirë se ardhura, sidomos në këtë kohë. Pra, kjo është një video ekskluzive që po e sjell për juve mbi 10 individ që fluturon mbi qiellin e Kosovës, rajonit Gollakut, dhe kështu na bën akoma më interesante xhirimet tona të përditshme të faunës, gjithandej në kërkim të xhirimeve ekskluzive për jetën e egër. Tani dorën në zemër, xhirimet tilla me dron, nuk besoj që keni pa njëherë. Pra ndoshta për herë të parë në ekranet tuaja po shihni xhirimin e shpendëve në fluturim
përcjellur nga droni, që është teknologjia e fundit, edhe që mundëson ndjekjen e shpendëve edhe në fluturim, edhe pse shi i madh, por nuk e ka problem për të xhiruar edhe në shi, sepse kem menduar edhe për këtë ditë, por video spektakël definitivisht e pulbardhës që po m'duket që është pulbardha me zdhejut, megjithatë duhet edhe pak analizë. Atje e xhirova që tash përqend realisht se kam prit, por ja që doli edhe është gjithçka e mundur, jo rastisht thuhet, gjejmë këtë fjalën never say never, kur mos thuj kur. Tri nga Okropus apo Kllinza e Zallit, zakonisht këtë lloj zogu unë e gjej kryesisht në pranverë, por çka ka ndodhur që është ajo akoma këtu? Është pak e çuditshme, por megjithatë mendoj se krejt ka të bëjë me shtektimin, pra ndalët është kalimtare thjesht, pushon për pak kohë, ushqe dhe vazhdon tutje shtektimin, kryesisht në pjesën jugore të Evropës, por ndoshta si jo shtektar mund ta gjejmë në Shqipëri, në lagunën e Karavastas, lagunën e Nartës e kështu me radhë. Por këtu patjetër se apo padyshim se është thjesht një zog kalimtar dhe nuk pritet të qëndroj shumë gjatë këtu, por është fati jonë që ta xhirojmë, ta fotografojmë dhe ta prezantojmë deri tek ju.